Ministri i jashtëm serb Marko Đurić tha se Beogradi është i gatshëm që të organizojë bisedime paqeje midis Ukrainës dhe Rusisë. Në një intervistë për Fox News, ai tha se vendi i tij është i gatshëm të angazhohet në dhënien fund të kësaj tragjedie të tmerrshme që ka lënë shumë të vdekur. Serbia është gjithashtu midis vendeve që ofrojnë shërbimin e tyre më të mirë, duke pasur parasysh të kaluarën tonë, duke pasur parasysh faktin se jemi miq me të gjitha palët e përfshira në konflikt, për të provuar dhe nëse është e nevojshme, ose nëse ka interes, të organizojmë çdo lloj bisedimesh, se si t'i japim fund kësaj tragjedie të tmerrshme, e cila ka rezultuar në kaq shumë vdekje dhe kaq shumë shkatërim, tha ministri i jashtëm serb. Sipas Fox News, disa analistë thonë se Serbia do të ishte një zgjedhje e habitshme për të qenë një koqire e raundit të ardhshëm të bisedimeve për armëpushim midis Rusisë dhe Ukrainës, duke pasur parasysh lidhjet historike që Moska dhe Beogradi ndajnë, të rrënjosura në lidhjet kulturore dhe fetare përmes kishës ortodokse serbe. Ndërsa Serbia ju bashkua rezolutave të OKB-s që dënojnë pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe referendumet që aneksonin pjesë të territorit Ukrainas, Beogradi ka refuzuar t'i bashkohet sanksioneve perëndimore që synojnë Rusinë për shkak të pushtimit. Megjithatë, Marko Đurić në këtë intervistë thekson se si Ukraina ashtu dhe Rusia e mbështesin integritetin territorial të Serbisë në lidhje me Kosovën. Disa zyrtarë europian kanë vënë në pikpyetje për kushtimin e Serbisë ndaj unitetit evropian, ndërka Đurić tha se Serbia e vlerëson pozitën e saj në Europë mes lindjes dhe perëndimit, duke theksuar njëkohësisht marrëdhëniet e ngushta që vendi ka me Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, lidhjet e Serbisë me Kinën, e cila shihet gjerësisht si konkurrenti kryesor ekonomik dhe ushtarak i Shteteve të Bashkuara në skenën botërore, kanë shkaktuar shqetësime në Washington. Kohët e fundit SBA-ja ka sankcionuar kompaninë serbe të naftës në pronësi ruse, Naftna Industria Serbia, e cila është furnizuesi kryesor i naftës dhe benzinës në vend. Ndërkohë, Kina kreu ushtrime ushtarake në Serbi në korrik, pavarësisht paralajmërimeve të ashpra nga Bashkimi Evropian dhe Beogradi i siguron Pekinit një mbikëmbështetje sigurie në Europë. Serbia ka blerë gjithashtu sisteme raketash tok-ajër me rreze të mesme dhe të shkurtër veprimi nga Kina. Depërtimi më i madh i Pekinit në Serbi është në hapësirën ekonomike, pasi ka investuar më shumë se 10 miliard dollar në projekte infrastrukturore gjatë 15 viteve të fundit, sipas qendrës për analizën e politikave europiane. Gjithashtu duhet të pranoj se kemi marrëdhënie shumë të mira ekonomike me Kinën, dhe Kina gjithashtu mbështet qëndrimin ton për Kosovën, në kuptimin që ajo njeh Serbinë dhe kufijtë e saj të OKB-s, pra ata si antar i Këshillit të Sigurimit të OKB-s, janë gjithashtu një partner i rëndësishëm për ne, tha Đurić. Ai shtoi se rivaliteti midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës është përtej nivelit të një vendi të vogël ballkanik dhe se qeveria serbe do të vazhdojë të përqendrohet në zhvillimin ekonomik të vendit.